Pothuajse i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut ndodhet në zonë me rrezik të lartë nga zjarret për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të larta. Sipas indeksit meteorologjik të zjarreve, pjesa më e madhe e vendit është shuar me ngjyrë portokalli, që tregon shkallë të lartë rreziku për shpërthimin dhe hapjen e zjarreve në hapësira të hapura. Përjashtim bëjnë malet e Sharit dhe rajoni përreth Ohrit dhe Resnjës, ku është regjistruar indeks mesatar meteorologjik i zjarreve, përkatësisht zonë e verdh, njofton qendra për menaxhimin e krizave. Për shkak të këtyre kushteve, autoritetet paralajmërojnë se ekziston rrezik serioz për shpërthimin dhe përhapjen e shpejtë të zjarreve pyjore dhe fushore në të gjithë territorin e vendit. Nga QMK-ja u bëhet apel qytetarëve që të jenë maksimalisht të kujdesshëm gjatë qëndrimit në natyrë dhe të shmangin përdorimin e zjarrit në hapësira të hapura. Nëse vërehet zjarr, qytetarët duhet të telefonojnë menjëherë në numrin e vetëm për raste urgjente 112. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë regjistruar 29 zjarre në hapësira të hapura. Prej tyre 6 janë aktive, 1 është vënë nën kontroll, ndërsa 22 janë shuar plotësisht, informon qendra për menaxhimin e krizave. Për nesër parashikohet mot i paqëndrueshëm, kryesisht në zonat malore, ndërsa nga e enjtja fillon një periudhë me mot shumë të nxehtë. Gjatë fundjavës temperatura ditore në disa vende pritet të tejkalojnë 40 gradë Celsius, gjë që do të arrisë edhe më tej rrezikun nga zjarret në të gjithë vendin.